dëgjoj një zë që po je ho, zë i ëmbëlash për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithandej një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë ky zë na afron. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Rrugët plot e zemrat janë bashku, se ky zë çdo gjë ka me ndryshu, i avlen këtë zë me dëgju. Kush beson vendin lek do t'a gjen, ora e ndryshimit po vjen, ky zë e ka emrin vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Dëgjoj një zë që po je ho, zë i ëmbëlash për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithandej një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë ky zë na afron. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Rrugët plot e zemrat janë bashku, se ky zë çdo gjë ka me ndryshu, i avlen këtë zë me dëgju. Kush beson vendin lek do t'a gjen, ora e ndryshimit po vjen, ky zë e ka emrin vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim,
dëgjoj një zë që po je ho, zë i ëmbëlash për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithandej një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë ky zë na afron. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. është një ftesë që na jep shumë shpresë. Rrugët plot e zemrat janë bashku, se ky zë çdo gjë ka me ndryshu, i ja vlen këtë zë me dëgju. Kush beson, vendin lek do t'a gjen, ora e ndryshimit po vjen, ky zë e ka emrin vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. është një ftesë që na jep shumë shpresë. Dëgjoj një zë që po je ho, zë i ëmbëlash për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithandej një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë ky zë na afron. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. është një ftesë që na jep shumë shpresë. Rrugët plot e zemrat janë bashku, se ky zë çdo gjë ka me ndryshu, i ja vlen këtë zë me dëgju. Kush beson, vendin lek do t'a gjen, ora e ndryshimit po vjen, ky zë e ka emrin vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim,
është një ftesë që na jep shumë shpresë. Dëgjoj një zë që po je hoj, zë i ëmbëlash për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithandej një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë ky zë na afron. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Rrugët plot e zemrat janë bashku, se ky zë çdo gjë ka me ndryshu, i ja vlen këtë zë me dëgju. Kush beson vendin lek do ta gjen, ora e ndryshimit po vjen, ky zë e ka emrin vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Dëgjoj një zë që po je hoj, zë i ëmbëlash për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithandej një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë ky zë na afron. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjoj këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Rrugët plot e zemrat janë bashku, se ky zë çdo gjë ka me ndryshu, i ja vlen këtë zë me dëgju. Kush beson
dëgjoj një zë që po je ho, zë i ëmbëlësh për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithandej një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë ky zë na afron. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. është një ftesë që na jep shumë shpresë. Rrugët plot e zemrat janë bashku, se ky zë çdo gjë ka me ndryshu, i ja vlen këtë zë me dëgju. Kush beson vendin lek do t'a gjen, ora e ndryshimit po vjen, ky zë e ka emrin vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. është një ftesë që na jep shumë shpresë. Mirëmbrëma Uskan e lasht, mirëmbrëma Kërçova që e don ndryshimin, mirëmbrëma ju të dashur qytetar, zonja dhe zotrinj, mysafir që keni ardhur nga vende tjera, lider të subjekteve politike, kryetar i arshëm i Kërçovës zotri Fatmir Limani, dhe ju këshilltar të ardhshëm të qytetit tonë. Mirë se keni ardhur në këtë tubim historik, ku një zë thërret që të bëhet ndryshimi në një komunë të lashtë të tokës sonë, në Uskanën tonë, në Kërçovën tonë. Pse e quajmë këtë tubim historik? Sepse kur ndryshon një qeverisje që ka qëndruar gjatë disa mandateve në nivel qendror apo lokal, atëherë ndryshon shumë çka. Ndryshojnë interesat, ndryshojnë qeveritarët, ndryshon fryma, mendësia, ndryshon vetë besimi i njerëzve se politika mund të jetë ndershmëri, përkushtim dhe dashuri për vendin. Pse
pse slogani jonë është një zë për Kërçovën? Sepse Fatmir Beqir Limani është zëri i të shtypurve, të burgosurve, atyre që flijuan rinin në përbugje. Atyre që humbën më të dashurit, dhe është sinonim i rebelit që nuk frikzohet dhe shpirtbutit që nuk hakmerret. A i paraqet një zë për Kërçovën në qeverinë qendrore. Ka sjell financime pavarësisht se në komunë ka qenë një parti tjetër, i përkushtuar për pajtim dhe bashkëjetesë. Me Fatmir Limanin, zëri i Kërçovës do jetë zëri i të rinjve, zëri i grave, zëri i mërgatës së Kërçovës, zëri i të harruarve dhe të shtypurve. Pa humbur kohë, në fillim shprehim falënderim pafund për forumin rinor të Vlenit Kërçov që ka punuar me pasion, me ide dhe me energji që frymëzon çdo shtëpi, çdo lagje, çdo fshat. Falënderime nga zemra edhe për forumin e gruas, për nënat, motrat dhe gratë që kanë punuar pa ndalur, me përkushtim, me shpirt dhe me dashuri për familjen dhe për vendin. Po ashtu falenderojmë të gjithë përfaqësuesit e shtabeve zgjedhore këtu në Kërçov dhe në diasporë, që me përkushtim, pasion dhe energji kanë kontribuar për këtë fushat dhe për misionin e ndryshimit. Dhe gjithashtu falenderimi për zemërt për këtë mërgat, për bijt dhe bijat e Kërçovës që edhe pse larg zemrën e kanë gjithmonë këtu, duke mbajtur gjallë lidhjen me vendlindjen dhe duke kontribuar çdo ditë për të ardhmen e saj. Tani, le të japim një duartrokiqe të ngrohtë dhe të fuqishme shefit ton të shtabit në nivel lokal, zotrit Recep Emini, për punën e tij të palodhur, për udhëheqjen dhe organizimin e çdo aktiviteti. Ai ka treguar për kushtim të jashtëzakonshëm. Ftojnë zotrin Recep Emini të përshëndes të pranishmit. Të nderuar qytetarët Kërçovës, të dashur motra e vëllezër, të nderuar mysafir. Sot jemi këtu jo thjesht për të folur për politikë, jo për të folur për kundërshtarët tanë, por për të folur për të ardhmen tonë. Kërçova është qyteti i zemrave të mëdha, i njerëzve që nuk dorëzohen kurrë. Por sot Kërçova ka nevojë për frymë të re, për vizion të ri, për njeri që e do këtë vend sinqerisht. Dhe ai njeri është Fatmir Limani. Pse Fatmir Limani? Sepse Fatmiri nuk është njeriu i fjalëve boshe. Ai është njeri i punës, i fjalës dhe i besës. Ai ka qenë me njerëzit në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo rrugë. Ai e njeh Kërçovën, sepse është rritur me dhimbjet dhe me dashurinë për të. Fatmir Limani nuk flet për ndryshim,
Ai është vetë ndryshimi. Kush është vizioni i tij për Kërçovën? Fatmir Limani beson se Kërçova mund të ecë përpara, me punë, me ndershmëri, me bashkim. Si kryetar, ai do të angazhohet për punësime për të rinjët, që askush të mos largohet nga vendlinja e vet, zhvillim ekonomik dhe përparim të bizneseve lokale, investime në arsim, kulturë dhe sport, transparencë në çdo veprim të komunës, zhvillim të barabartë për qytetin dhe fshatrat. Kjo është Kërçova që duam, Kërçova e punës, e dinjitetit dhe e bashkimit. Ai vjen me sloganin: Rinia ka zë, Kërçova ka të ardhme. Të dashur të rinj të Kërçovës, ky është momenti juaj, koha kur zëri juaj duhet të ndëgjohet më fort se kur. Rinia ka ide, rinia ka energji, rinia ka fuqi për të ndryshuar realitetin ton. Fatmir Limani ju beson, ai dëgjon zërin tuaj, ai ju mbështet, ai ju hap dyer, sepse kur rinia ka zë, Kërçova ka të ardhme. Po, Kërçova ka të ardhme, sepse ka njerëz të mëdhej, ka rini të fortë, ka gra dhe burra që punojnë me zemër e me besë. Por kjo e ardhme ka nevojë për udhëheqës të ndershëm, për njerëz që e duan Kërçovën pa interesa personale. Dhe ai njeri është Fatmir Limani. Të dashur qytetarë, koha e premtimeve boshe ka mbaruar, koha e ndarjeve ka mbaruar, koha e fjalëve boshe ka mbaruar. Tani është koha e punës, koha e bashkimit, koha e vërtet e Kërçovës. Le të ngrihemi të gjithë bashkë, të dëshmojmë se rinia ka zë dhe Kërçova ka të ardhme. Më 19 tetor, vota juaj nuk është thjesht një e drejtë, është një fuqia për të vendosur për të ardhmen e lagjes tuaj, të shkollës ku mësojnë fëmijët tuaj, të spitaleve ku trajtoheni, të rrugëve ku ecim të gjithë. Prandaj, më 19 tetor ju ftojmë të dilni masivisht në votime. Merrni me vete familjen, shokët, fëmijët, të gjithë bashkë, le të bëjmë këtë një ditë feste demokratike, sepse ndryshimi nuk vjen vetë, ne e sjellim atë, me vullnet, me votë dhe me zemër. Prandaj, votoni Fatmir Limanin dhe listën e këshilltarëve në krye me zonjën Teuta Ahmeti Purellkun. Falënderit për besimin, falënderit për dashurinë tuaj për Kërçovën, Zoti e bekoft Kërçovën dhe të gjithë qytetarët e saj. Ju falënderit. Faleminderit zotëri Amini. Fatmir Limani, Fatmir Limani. Të dashur miq, tani kam kënaqësinë të prezantoj një grua që mishëron në vepër për kushtimin, ndershmërinë dhe humanitetin. Një mjeke që gjithë jetën i ka kushtuar shëndetit dhe mirëqenies së njerëzve, dhe një politikane që mbetet e sinqert, e drejtë dhe transparente në çdo hap të saj. Ajo beson se politika duhet jetë shërbim, jo privilegj. Zë i qytetarëve, i grave, i familjeve dhe i çdo njeriu që kërkon drejtësi. Ta mirpresim me dorë trokitje deputeten nga Kërçova, doktoreshën Valbona Adili Emini.
Ju falimderit. Mirëmbrëma Kërçov. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj. Kam deri dhe kënaqësinë të jem në mesin tuaj. Së pari më lejoni të përshëndes liderët e Vlenit, funksionarët e lartë, deputetët, simpatizantët dhe të gjithë të pranishmit. Sonte në këtë kutubim kaq impozant, jemi mbledhur këtu për të finalizuar fitoren e Kërçovës nëpërmjet kandidatit ton të Vlenit, zoti Fatmir Limani. Kjo betejë nisi para 4 vjetësh, si nevojë e domosdoshme për të bërë ndryshimin e shumë pritur, sepse qeverisja e deri tanishme ishte bërë e patolerueshme. Si pasojë, ajo u shoqërua me egzodin e madh të kërçovarëve, vetëm në këtë periudhë mbi 20 vjeçare nga Kërçova janë larguar mbi 17.000 banor. Në fillim, shqiptarët u shqyen me shpresën se pas konfliktit të vitit 2001, një forcë e re politike do të mishëronte moralin dhe barazin. Por ajo që pasoi ishte shndrrimi i një partie politike në një makineri në pushtet, që në emër të kombit griti një elit të privilegjuar politikanësh. Që kur është shfaqur nacionalizmi ose patriotizmi në thelb, janë e njëjta gjë, njerëzit e lig gjithmonë e kanë bërë që gjërat më të këqija pikërisht në emër të tyre. Nacionalizmi ka shërbyer si mburoj për të padrejtët, si justifikim për ambicie personale dhe si bazë për dështime kombëtare. Edhe tek ne, ky patriotizëm i recituar për 2 dekada nuk ishte asnjë përmbajtje reale. Në vend që të forconte pozitën e shqiptarëve, ai prodhoi të kundërtën. Patriotizmi u rrem u kthye në retorik boshe, ndërsa shqiptarët në Kërçovë vazhduan të përballen me diskriminim, pabulsi dhe stagnim. Dhe siç ndodh zakonisht, shumë burra dhe gra të liga ja pan harin më shumë se kushdo tjetër. Sa herë që u kritikua mungesa e rezultateve, u përdor karta e patriotizmit për të fshehur realitetin. Por tashmë është shumë e qartë. Kapitali politik i BDI-s është i shterrur. Çdo dalje publike e tyre nuk i jep forcë shqiptarëve, përkundrazi e dobëson kauzën e tyre. Patriotizmi konsumuar është bërë barë dhe nga ky teatr po dëmtohen më shumë shqiptarë. Kërçova jonë e dashur, vendi ynë i shtrenjtë, ka më shumë nevojë se kurrë për ndryshim. Kërçova ka nevojë për kthim të dinjitetit qytetarëve tanë. Të në përkëmbur, ne të gjithë që banojmë dhe gravitojmë në këtë vend, i njohim shumë mirë hallet dhe vështirësitë e qytetarëve. Për shumë vite u premtua një spital i ri, i cili nuk u përfundua kurrë. Ai shërbeu vetëm si sfond fotografish për ish ministra dhe vend prontimesh boshe. U premtua një qytet i pastër, pa deponi të egra e pa qenë ndacak. U premtua pishina që filloi për fjalët i Morera dhe realiteti mbeti i pandryshuar. Ne kemi nevojë për transparencë në faqet zyrtare të komunës, në mënyrë që çdo qytetar të jetë i informuar për projektet dhe aktivitetet e saj. Qyteti ynë ka nevojë për projekte konkrete dhe vizion të qartë, jo vetëm premtime boshe. Ne kemi nevojë për infrastrukturë të mirëfillt, jo vetëm për rrugë të shtruara pa kriter. Kemi nevojë për pastrim dhe larje të rregullt të rrugëve, për mbredhje dhe sekretim të meturinave, jo vetëm aksione parazgjedhore. Ne kemi nevojë për sigurinë rrugë, duke sistemuar qenë e ndacak, sepse deri më sot çdo i 5 qytetar është i gafshuar nga ana e qenëve. Ne kemi nevojë për veprime konkrete, për mbjellje pemësh e lulishte, për ndërtim të pishinave dhe për ndërtim të një parku të mirëfillt sipas standardeve dhe jo vetëm për copza dhe të shpërndarat pa përmbetura të lojrave të përfëmijë. Ne kemi nevojë për zhvillim të ekonomisë lokale, ku të mbështeten afaristët, gratë dhe mikrobizeset e tyre, me grante dhe mbështetje financiare. Po ashtu kemi nevojë për përfaqësim të barabartë në të gjitha institucionet politike, civile, ku gratë ta zenë vendin e barabartë në vendimarrje dhe zhvillimin e komunitetit tonë.
Ne kemi nevojë të mbështesim gratë viktima të dhunës familjare, duke krijuar kushte për përkujdesje psikologjike dhe strehimore të sigurta, sepse shumë prej tyre ngurojnë të denoncojnë nga frika se do të kthehen përsëri në shtëpi me agresorin. Ne kemi nevojë për kushte më të mira shkollore, arsim më cilësor dhe mjete bashkëkohore për zhvillimin normal të procesit mësimor. Ne kemi nevojë që çdo qytetar ta ndjejë komunën si vend të sigurt, ku zëri dhe shqetësimi i tij të dëgjohen dhe të gjejnë zgjidhje njëkohësisht, e jo si deri më tani që binin në përgjigje të heshtur. Qeverisja vlen me vetëm 15 muaj punë ka dëshmuar se është më e mira. Një qeverisje që vendos në plan të parë qytetarin, që punon me sinqeritet për ecjen përpara, për kthimin e dinjitetit dhe barazisë dhe që merret me zgjedhjet e halleve reale të qytetarëve. Prandaj, kërkojmë mbështetjen tuaj me votë. Më 19 tetor, kandidati ynë, Zoti Fatmir Limani, i cili vjen nga gjiri i popullit, me ndjeshmëri të lartë ndaj shqetësimeve tuaja dhe me prioritet të qartë për zhvillimin e qytetit. Ai premton realizim projektesh në infrastrukturë, qytet të pastër, kushte të barabarta për të gjithë, meritokraci, arsim cilësor, transparencë dhe përshpunim me të gjithë ju. Duke mbështetur Fatmir Limanin dhe listën e tij të këshilltarëve, të cilës i prej një zonjë e ndershme dhe përkushtuar ndaj punës, profesoresha jon Teuta Ahmedi Purellku, ne do të sigurojmë një jetë më të gjinjitetshme, ndërtimin e spitalet të premtuar, kushte më të mira për qytetarët, zgjedhjen e halleve të diasporës dhe një të ardhme më të mirë dhe me shumë shpresë. Të gjithë së bashku të japim fund kësaj qeverisje të padenj dhe të hapim një kapitull të ri në historinë e qytetit tonë, një kapitull ku të jetojmë dhe të veprojmë ashtu siç e meritojmë, me dinjitet, me hapa të qëndrueshme drejt të ardhmes së mirë dhe të sigurt. Ju falenderit dhe na prifte mbara me fitore. Faleminderit Valbona. Të nderuar pranishëm, me sonte është njeriu që qytetin e Tetovës e gjeti në një gjendje të vështirë, por nuk u dorëzua asnjëherë. Ftojnë në skenë kryetarin e lëvizjes Besa dhe kryetarin e tanishëm e të ardhshëm të Tetovës, Zotri Bilal Kasami. Faleminderit. Mirëmbrëma Kërçova, unë do e pranoj në fillim diçka se ne me 17 ditën e premte kemi tubimin përfundimtar në Tetovë, i propozova Fatmirit që sonte ta përmbyllim këtu, sepse ky tubim nuk është për Kërçovën, por është për gjithë shqiptarët e Maqedonisë. Është treguar në histori që kur qohet Kërçova, për gjithë bëhet më mirë. Kështu që nga sot e tutje, për Kërçovën vit ditë të mira. I dashur mik Fatmir, i dashur daj, të dashur deputet, ministra, kryetar të partive, pjesë të koalicionit Vlen, dhe ju të dashura motra dhe vlezër, sonte këtu në Kërçovë, ne po tregojmë se kur popli t'i bëhet padrejti, popli e rikëthenat apo rikëthet edhe më fuqishëm. Kërçovës para 4 viteve ju bën një padrejti sepse ju vodh fitoria dhe nuk ju vodh fitoria Fatmir Limanit, por ju vodh fitoria kërçovarëve për të pasur ndryshim, për të pasur një jetë më të mirë. Kur kemi biseduar me Fatmirin që të kandidoj përsëri për Kërçovën, unë kam qenë shumë i sigurt se Fatmiri si të kandidoj fitoria është e padiskutueshme.
E dini që e njëjta në ndodhi në Tetov në vitin 2017, ku Tetova dhe Tetovarët u quan për ndryshim, mirë po pushteti atëhershëm me gjithë mekanizmat që i kishtë në dorë e pamundsoi atë ndryshim. Dhe kur bisedua me miqt e mi që të rikandidoj përsëri në vitin 2021, kishte hezitim në fillim, por unë u thoja që në fillim se këtë radhë diferenca nuk do t'jetë 500 vota, po diferenca do t'jetë 5.000 vota, dhe Tetovën e fitua me 5.000 vota. Edhe këtu në Kërçov, me këtë përgjigje të Kërçovës dhe kërçovarëve, unë i garantoj Fatmirit se diferenca në këto zgjedhje do t'jetë shumë e madhe që as do t'guxojnë që të tentojnë për ta devijuar dhe deformuar këtë vullnet të Kërçovës. Unë që sonte mund t'ju përgëzoj për këtë organizim dhe t'ju përgëzoj që për Kërçovën vinë ditë të mira. Atë që ne arritëm të bëjmë në Tetov për këto 4 vite, unë ju garantoj që Fatmiri do të bëj shumë më shumë Kërçovën për 4 vite të ardhshme. Janë 2 arsiet kryesore. Një që kam besim të plot dhe të fuqishëm që Fatmiri do t'jetë shumë me i angazhuar për Kërçovën për këto 4 vite se sa që kam qenë une për Tetovën. E dyta që Fatmiri për këto 4 vite do t'a ketë përkrajen e fuqishme të qeverisë qendrore dhe do t'ketë fondet të cilat i duhen që përfundimisht Kërçovën ta transformoj në një qendër të mirëfillt urbane. Kërçova i ka dhënë shumë shqiptarisë. Kërçova ka qenë djepi patriotizmit, ka qenë djepi sakrificës, djepi kontributit të shqiptarëve gjithandej ku janë. Prandaj është koha që Kërçova të votoj për vetveten. Duke votuar për numrin 7 dhe Fatmir Limanin, Kërçova voton për një të ardhme të ndritur të saj. Dhe këtu, unë besoj që ndoshta është i tepërt mesazhit për ta dhënë mesazhin për bashkim, sepse Kërçova nga sonte tregon që janë të bashkuar për të votuar Fatmir Limanin, për të votuar të ardhmen e tyre të ndritur. Nga sonte do të trokitni në çdo derë. Do të kërkoni votën për Fatmir Limanin dhe numri 7 si dhe për të utën si barcë e listës së këshilltarëve, sepse ju kërkoni vot për të ardhmen tuaj, kërkoni vot për fëmijët tuaj, dhe kjo vot nuk është për ndarje politike në grupe e tarafe. Kjo vot është për rrugë të cilat do t'i shfrytëzojnë të gjithë ata që jetojnë në Kërçovë. Kjo vot është për shkollat të cilat do t'i dërgojnë fëmijët të gjithë ata që jetojnë në Kërçovë. Kjo rrugë është për ujë, për kanalizime, për një qytet të pastër. Kjo vot është për të ardhmen e Kërçovës. Prandaj, dilni dhe kërkoni votën, dilni dhe trokiti në çdo derë, pa marrë parasysh se a janë shqiptar, maqedonas, turk, rom, a janë të koalicionit Vlen apo janë të koalicionit AKI. Të gjithë kërçovarët e kanë obligim të votojnë numrin 7, jo për shkak të sakrificës së Fatmir Limanit që e ka bërë në të kaluarën, por për shkak të ardhmes së tyre, të fëmijëve të tyre dhe familjes së tyre. Nëse doni vetveten, votoni numrin 7 dhe Fatmir Limanin. Faleminderit. Faleminderit zotri Kasami. Tani ftoj në sken një njeri që i tha po ndryshimit dhe jo servilizmit. Ftoj me respekt dhe kënaqësi zëvendës kryeministrin për qeverisje të mirë, njeriun e guximit dhe drejtësisë të përkushtimit ndaj vendit, zotrin Arben Fetaj. Mirë mrama, i dashur Fatmir, e dashur barcë e listës të uta, dashur Bilal e Zek,
deputete, ministra, zavendës ministra, të dashur aktivist të koalicionit Vlen. Sonte porosia është shumë e qartë. Kërçova e ka kryetarin e ardhshëm dhe ai quhet Fatmir Beqir Limani. Me Fatmirin, si që dini, jemi kolegë në qeveri. Për gjatë këtyre 15 muajve, sa kemi qenë bashkë në Shkup, du të ndaj një anekdot, e kjo është që Fatmiri nuk e ka kalu as edhe një natë të vetme në Shkup. Shpesh herë pysja, pas mbledhjeve që zgjateshin deri vonë, ora 1, ora 2 na ka ndodhur, të ngelim në përmbledhje, Fatmiri thoshte nuk e kaloj as një natë larg kërçovarëve të mi, larg njerëzve të mi, larg qytetit tim. Me Fatmirin kemi bërë shumë betejë. Fatmiri ka qenë dhe është ndoshta ministri më punëtor i kësaj qeverie. Fatmiri çdo herë në qendër të fokusit të tij, në qendër të veprimtarisë të tij si ministër, i ka patur shqiptarët, por mbi gjitha Kërçovën. Çdo herë Kërçova ka qenë dhe është prioriteti i tij kryesor në Shkup dhe kudo që vepron. Fatmirin e kam parë edhe te pjesa e punësimeve. Fatmiri ka sjell diku 200-300 vende pune në Kërçovë, duket në Kërçovë dhe me rrethin, dhe kur e kemi parasysh popullimin e skajshëm për të cilin foli deputetja e nderuar, janë diku 16.000-17.000 shqiptarë, ndoshta që janë larguar nga Kërçova për shkak të mungesës së kushteve elementare, për shkak të mungesës së perspektivës dhe një vendi të gjenjë të punës. Kjo vepër e Fatmirit përkthehet kështu. Fatmiri i ka mbajtur në Kërçovë 300 familje shqiptare. Tash, AKI po na sulmon në shumë drejtime prej ditës së parë dhe thonë se koalicioni Vlen nuk bëri gjë për shqiptarët, koalicioni Vlen kontriboi në defaktorizimin e shqiptarëve, në cenimin e marrëveshjes së Ohrit e kështu me radhë. Kur i bëjnë këto kritika që janë paushalle, që janë të nivelit të propagandës, është mirë t'u kthejmë me fakte. Fola për punësimet. Për 15 muaj janë bërë 2300 punësime shqiptare në nivel vendi, janë bërë 700 avancime, këto numra nuk kanë ndodhur asnjëherë në historinë e këtij vendi, në asnjë mandat të atyre që ishin në qeverisje para nesh. Bashkë me Fatmirin dhe kolegët tjerë nga koalicioni Vlen, sollëm pas një qerek shekulli gati ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe kësaj mbyllim një nga shtyllët kryesore të marrëveshjes së Ohrit. Po edhe Kërçova mund krenohet, besoj unë, fuqishëm me rezultatet që Fatmiri dhe të gjithë ne i korrëm dhe i sollëm në Kërçovë. U fol për projektet e koalicionit Vlen, e kësaj qeverie, siç e dini, janë investuar për 15 muaj 82 milion euro në komunat me shumicë shqiptare dhe nga këto 82 milion Fatmiri dhe gjithë ne jemi kujdesur që në Kërçovë të investohen mbi 6 milion euro që përkthehen në 25 projekte anë mban Kërçovës në çdo cep ku e shihni se po punohet në rrugë, në infrastrukturë të lloj-llojshme, dini se ato punime kanë firmën e Fatmir Limanit dhe të koalicionit Vlen. Deputetja e nderuar përmendi edhe premtimin e kahmoqshëm 40 vjeçar për spitalin e Tetovës. Ne për vetëm 15 muaj qeverisje siguruam mbi 40 milion euro për ndërtuar më në fund këtë spital dhe për të siguruar kërçovarëve shërbime të denja shëndetësore ashtu siç e meritojnë. Po krahas kësaj do investohen edhe mbi 70 milion euro në Tetovën e Bilal Kasamit për të ndërtuar spital modern edhe në Tetovë.
Janë edhe shumë punë tjera për cilat mund flas, me gjas Fatmiri do flet edhe për punën e tij si ministër, unë nuk do zgjatëm më tepër, sepse ka edhe shumë folës, por atë që dua të them është se Fatmiri do na mungon si deputet, si ministër. Po na mirëni një ministër ndër më të shkëlqyeshmit, ndër më të punëtorët që e kemi pas, po këtë ja kemi bërë Kërçovës, Kërçova kësaj fiton kryetarin më të mirë që mund ta ketë patur në historinë e vet. Është e qartë se Fatmiri nuk ka kundër kandidat, andaj ju bëj thirrje të gjithëve që këto pak ditë që kanë ngelur deri të dielën të trokisni në çdo derë, ballat, krenar me rezultatet e koalicionit vlen në nivelin qendror dhe me bindjen që këto projekte që janë sjellur do shumë fishohen, do ketë edhe shumë investime tjera, sepse qeveria do jetë kraj fuqishëm i Kërçovës dhe i Fatmir Limanit si kryetari i ri i këtij qyteti. Ju falemnderit të gjithëve, suksese, miropafshim me 19 për të festuar së bashku. Faleminderit zotëri Fetaj. Të nderuar, mes nesh sonte është një njeri urt, i mençur dhe punëtor. Ai u theq me ndershmëri, besim të thellë në Zot dhe përkushtim të palëkundur ndaj njerëzve. Shembull i qetësisë, maturisë dhe punës së ndershme. Zonja dhe zotrinj, ftoj në skesë kryetarin e Alternativës, zotrinj Zeqiria Ibrahimi. Rama Kërçov, të dashur drejtues Vlenit, nderuara të familje Limani, nderuar zoti të Fazli Veliu, nderuara të deputetit Valbona, Kaltrina e funksionar të tjerë, jam shumë i nderuar që sonte po gjendem në këtë mes dhe që po e festojmë fitoren e Fatmir Limanit në Kërçov. Shumë faleminderit. Ne rëndome kemi bërë që në përtubime të flasim për sukseset tona gjatë kësaj qeverisje 15 mujore. Sigurisht që kemi bërë edhe oponencën me oponentët tanë, por në Kërçov se shoh nuk ka nevojë të flasim sepse si thot fjala e urtë, fshati i mirë nuk do kallauz. Gjithçka është tashmë e qartë. Andaj, pa e zgjatur shumë, do i kisha përmendur 1-2 arsye që sikur unë të kisha qenë votues në Kërçov, do e kisha zgjedhur të Fatmir Limanit. Arsyen e parë, paka shumë e filloi Arbeni, por nuk e përfundoi. Është e vërtetë se Fatmiri s'ka qëndruar asnjë natë në Shkup gjatë kohës se ka qenë ministër, por përveç fakti që ai nuk ka dashur të shkëputet nga Kërçova dhe as për aq pak kohë të bëhet shkupjan, ka qenë edhe një arsye paksa më private që unë e kam nxjerrë nga ai. Fatmiri më ka thënë nuk mundem të mos shkoj pa e pa nënën time. Dhe dikush që ka kaq shumë respekt për nënën e tij, është për mua njeriu më i vërtetshëm se sa çdo politikan tjetër. Andaj, sikur unë të kisha qenë votues i Kërçovës, të më mjafton të arsyeja e këtij respekti që ka ai për familjen e tij, që t'isha votuesi i parë i Fatmir Limanit. Arsyeja e dytë që po ashtu do e kisha votuar të Fatmir Limanin, është se nëse ai e ka të drejtën e Zotit që të flasë edhe në emër të UÇK-s, edhe në emër të familjeve të dëshmorëve, edhe në emër të sakrificës së burgut, edhe në emër të babës së tij të dëshmorit Beqir Limani, ai nuk vjen në këto zgjedhje që të thot njerëzve votomni se unë jam i biri i dëshmorit.
Ai nuk vjen në këtë zgjedhje që të viktimizohet e të kërkoj mbështetjen e të tjerëve për shkak të përkatësisë së tij familjar. Ai vjen me qetësinë e pjekurinë e dikujt i cili e ka falur atë çfarë ka qenë të kaluarën dhe sot të thot gjithë qytetarëve të Kërçovës pa dallim çfarë përkatësie etnike, fetare, politike kanë, e janë i gjithë të bashkohemi për Kërçovë. Fatmiri sot u thot kërçovarëve se unë vi në Kërçovë për ta zgjidhur çështjen e ujit, çështjen e kanalizimit, çështjen e infrastrukturës, çështjen e shkollave, e të çerdheve, dhe për Fatmirin nuk ka ata e ne. Për Fatmirin janë të gjithë kërçovarë. Andaj është obligimi të gjithëve në Kërçovë, sepse për te identitetit si vlend, Fatmiri është më tepër kërçovar, që për këtë arsye të gjithë kërçovarët pa dallim përkatësie etnike, politike, fetare, të mbështesin Fatmir Limanin, sepse ai është metafora e vetë Kërçovës. Duke përfunduar zakonisht në për vendet e tjera u them që emri i fitores është filani, unë në Kërçovë nuk mund ta them këtë për shkak se nuk është e saktë. Në Kërçovë nuk është emri i fitores Fatmir Limani. Në Kërçovë emri i kryetarit të ardhshëm Kërçovës është Fatmir Limani. Faleminderit shumë e suksesit. Faleminderit zotër Ibrahimi. Edhe pse ndoshta me politikat e gabuara gjatë këtyre 23-4 vite, dëbuon shumë të ri dhe vranë shumë shpresa. Por siç mund ta shihni, ky shesh është plot dhe dëshiron të thotë se ne jemi këtu dhe nuk largohemi. Tani, më shumë se kur kemi nevojë për politik, morale, për virtyte njerëzora. Pra ndaj ky shesh sot është i mbushur me nëna që nuk duan të largohen më bijt e tyre. Me prindër që çdo ditë i luten Zotit për t'i parë fëmijët e tyre të kthehen, me të rinje të reja, që ndrojnë të mos ikin, dhe gjithashtu të kthehen edhe ato të cilët i kanë larguar, të ndërtojnë jetën këtu në tokën e tyre, në qytetin e tyre. Ky shesh është mbushur me mallin, dashurinë dhe besimin se Kërçova mund të ringrihet, sepse ky qytet në zemër ka shpirt, ka njerëz që nuk dorëzohen, dhe sonte të gjithë bashkë po japim zë asaj shprese që kur nuk është shuar. Këtë zë i japim me listën e këshilltarëve të koalicionit Vlen, e mbushur me të rinj të reja që mbajnë në shpirt dinjitetin, diturinë dhe virtytin, që besojnë se politika mund të jetë shërbim. Dhe tani, ftoj për fjalë përshëndetse, një nga zërat më të fuqishëm të kësaj liste dhe të komunitetit turk, një njeri i besimit, i përkushtuar dhe me zemër të pastër, zotëri Ajhan Sulkovski. Ai nuk vjen vetëm për votën e tij, ai vjen për të kujtuar dhe për të treguar se komuniteti turk ekziston, ka nevoja, ka aspirata dhe meriton të dëgjohet çdo ditë me besim dhe përgjegjësi, jo vetëm të lavdohet gjatë fushatave zgjedhore. Ftojmë zotrin Ajhan Sulkovski të marrë fjalën.
İyi akşamlar Kırçova. Mimroma Kırçov. Dobra večer Kičevo. Počituvani moji mili sograđani, braća i sestri, dragi Kičevčani, večerva stojam pred vas so polno srce emocij, so gordost i golema blagodarnost što sum del od ovoj narod. Narod koji znaje što znači čest, što znači semejstvo, što znači vera i upornost. Našata zajednica, odnosno turskata zajednica, sme ovde vo Kičevo sovekovi. Našite starbabaji, odnosno našite dedovci, gi gradele ovije ulici. Našite majki so ljubov gi čuvale našite domovi, a nije, nivnite vnuci i deca, ja nosime ta ljubov kon ova naše zajedničko Kičevo. Turskata zajednica od sekogaš bila simbol na čestnost, rabota i miren soživot. Nije, ne delime ljudje po vera, jazik ili boja. Nije, gi spojuvame ljudjeto so počit i delo. Počituvani moji sograđani, ova večer, poveće od bilo koga, mora da bideme glasni, sploteni, obedineti. Ne smeme da dozvolime nekoj da ne deli, nekoj da ne podcenuva, nekoj da ne zaboravi. Vreme je da pokažeme дека турската заедница во Кичево не е мала, не е тивка. Таа е срцето што чука со сила, достоинство и љубов кон правдата. Сведоци сме на она што го гледаме и она што го слушаме. Знам дека многумина од вас минале низ тешки времиња, дека често не сме слушнати, дека нашите маки, нашите проблеми биле занемарени. Но вечерва, со коалицијата Влен, со нашиот кандидат за градоначалник, министерот господин Фатмир Лимани, ние имаме надеж. Ние имаме надеж дека Кичево конечно ќе биде град на сите, без поделби, без неправди и без заборавени луѓе. Нашиот кандидат, министерот Лимани, е човек кој ја разбира вредноста на секоја заедница. Господинот Лимани не знае да деле, него тој е човек што нас сите не обединува. И затоа денес, вечерва, стојам тука со полна поддршка за него, затоа што знам и верувам и убеден сум дека во неговиот тим има место за секој еден од нас. Во неговиот тим има место за секој еден турчин, за секој еден ром, за секој еден албанец и за секој еден македонец што живеат тука во Кичево.
Jaz, Ajhan Sulkovski, ne stojam ovde kako kandidat. Stojam kako vaš sin, vaš brat, vaš sosed, vaš komšija, kako čovek koji porasnal među vas. Stojam so ogromno čustvo na dolžnost kon sekoje tursko semejstvo, što saka podobra inina za svojite deca tuka vo Kičevo. Našата борба не е за фотелji, нашата борба е за достоинство, за глас, što će se sluša, za učilišta, što će ги čuvat našите vrednosti, za patišta, što će vodat kon podobar život. Почитувани присутни, дозволете ми да им се обратам на нашите приятели, нашите другари, нашите сограđani, нашите браќа од ромската заедница. Почитувани припадници на ромската заедница, вие сте душата на Кичево. Луѓе со големи срца, со музика во крвта и топлина во зборот. Векови наназад вие сте дел од ова наше градче. Вие сте дел од ова Кичево, од неговата историја, од неговата култура и од неговата сила. Со години ромската заедница покажува трудолюбливост, честност и вера во подобра иднина. Но често вашите проблеми биле игнорирани, вашите гласови неслушнати. Затоа сме тука да бидеме ваш глас во Советот на општина Кичево, заедно со представникот на ромската заедница, господин Сенат Ибраимовски. Да се слушне вистината за вас, за секое ромско семејство, што сака еднакви услови, еднакви можности и почит. Коалицијата Влен стои за правда, почит и работа за сите, без поделби и без разлики. Почитувани мои браќа, мои сограѓани, ова вечер ве повикувам да се обединеме под едно знаме. Под знамето на заедништвото, на правдата и љубовта кон Кичево. Да ја подадеме раката еден на друг и заедно да ја изградеме иднината каде што секој еден турчин, секој еден ром, секој еден албанец и македонец ќе живее со почит и достоинство во Кичево. Живејте со морал и со чест. Верувајте со сила. И токму на 19 октомври гласајте со вашите срца, гласајте со вашето срце за бројот 7, за идниот градоначалник на општина Кичево, господинот Фатмир Лимани. Да сте ми здрави и живи, Господ да ви подарет секое едно добро на вас и на вашите семејства. Благодарам. Faleminderit zotri Sulkovski. Dhe tani, në emër të gjithë këshilltarëve,
Ftojmë në skenë që drejtohet juve bardhësja e listës për Këshillin Komunal të Kërçovës, një zonjë e urtë, profesioniste dhe e përkushtuar për komunitetin tonë. Një grua që jetën dhe zemrën e saj ja ka kushtuar arsimit dhe të ardhme së brezave të rinj. Ka formuar gjenerata të tëra, ka mbjell dije duke bërë arsimin jo thjesht profesion, por një mision të shenjtë. Sot ajo vjen për të ndarë me ne vizionin e saj për një të ardhme, ku arsimi, drejtësia dhe mundësitë e barabarta janë prioritet i çdo familje në Kërçovë. Ftoj me respekt zonjën Teuta Ahmedi Purellku. Mirëmbrëma të gjithëve. Të nderuar qytetarë, të rinj e të reja, nëna e baballar, punëtor e profesionist, mërgjimtar që e mbani gjallë dashurinë për vendlindjen. Të nderuar kryetar të koalicionit Vlen, të nderuar deputet dhe funksionar të koalicionit Vlen. I nderuar shefi shtabit të Kërçovës, zoti Recep Emini, të nderuar aktivist të koalicionit Vlen që keni punuar pa u lodhur gjatë këtyre ditëve. E nderuara nëna e kryetarit tonë të ardhshëm, zoti Fatmir Beqir Limani. Sot jemi këtu për ta përmbyllur këtë fushat, por edhe për të nisur një rrugtim të ri për Kërçovën tonë. Gjatë këtyre javëve kam takuar mira njerëz, kam dëgjuar qindra histori, kam parë shpresën në sytë e rinisë, vendosmërinë e prindve që punojnë për një jetë më të mirë dhe dashurinë e mërgatës që edhe pse larg kur nuk e harrojnë vendlindjen. E gjitha kjo më ka dhënë besim se ndryshimi është i mundur nëse e bëjmë bashkë. Si bardhë e liste, si grua dhe si nën, jam këtu për t'u dhënë fuqi jo vetëm grave, por çdo qytetari që beson se politika mund të jetë më e drejtë, më e ndershme dhe më afër qytetarëve. Fal vizionit, përkushtimit dhe guximit të palëkundur të kryetarit tonë të ardhshëm, zotit Fatmir Limani, i cili e ka dëshmuar veten me punën e drejtanishme, qoftë në aspekt kombëtar, qoftë institucional, unë dhe ekipi ynë në Këshillin e Ardhshëm Komunal, programin tonë 4 vjeçar do ta shndrojmë në një platformë pune për të zgjidhur problemet edhe nevojat e qytetarëve që fatkeqësisht ende janë të natyrës bazike. Funksionarët tanë për 20 vite me radhë nuk u morën me hallet e qytetarëve, sepse ato ishin të zënë me bizneset e tyre. Ne besojmë se rinia është forca dhe motori që do ta ndryshojë Kërçovën tonë. Qyteti ynë po zbrazet çdo ditë sepse të rinjët po ikin, jo nga dëshira, por mungesa e mundësive. Ne ju premtojmë se çdo hap do ta bëjmë bashkë, duke ju dhënë mundësi për arsim, punësim dhe hapësira ku talenti dhe idetë do të bëhen realitet. Ne do të ofrojmë arsim ku shkollat tona do të jenë vende ku lindë e ardhmja dhe jo ku shuhet shpresa. Me vizionin dhe përkushtimin ton do të punojmë për zhvilluar ekonominë lokale, për ta bërë komunën tonë më tërheqëse për investime dhe më të drejtë për të gjithë. Do të bashkëpunojmë ngushtë me mërgatën, me institucionet dhe me partnerët tanë që çdo premtim ta bëjmë realitet. Të nderuar qytetarë, ky rrugtim nuk mbaron sonte, përkundrazi, sonte fillon faza e punës së vërtetë. Koha nuk i ndryshon njerëzit, vetëm i zbulon kush janë në të vërtetë. Ne nuk do lejojmë që besimin ton pas 19 tetorin ta keq shpërdorin siç e kanë keq shpërdorur deri tash.
është koha të ngrihemi dhe ta marrim në duar të sigurta komunën tonë, sepse komuna jonë meriton drejtësi e jo mashtrime. Me besim dhe përkushtim dhe me punë të përbashkët do ta bëjmë komunën tonë shembull të zhvillimit, të pastërtisë dhe mundësive të barabarta për të gjithë. Mbështetja juaj gjithandej është tregues se fitoria jonë është e padiskutueshme. Sonte, me prezencën tuaj, ju dëshmuat se fitoria e koalicionit Vlen do të fillojë nga Likova deri në Strug, por do të vuloset këtu në Kërçov. Më 19 tetor dilni dhe votoni me zemër, votoni për të ardhmen tuaj, votoni numrin 7, votoni për vizionin e ri me në krye Fatmir Limanin dhe listën e këshilltarëve të koalicionit Vlen. Ju faleminderit. Faleminderit Teuta, do të ftojmë të qëndrosh në skenë, sepse në vazhdim do të ftojmë edhe ekipin tjetër fitues të listës për këshilltar të kandidatit për kryetar të komunës Kërçovës, zotërit Fatmir Limani. Me rend i dyti në listë, Fadil Emini, Ajhan Sulkovski, Ramazan Dini, Gazmen Spahiu, Gonxhe Tafallari Ipqa, Besar Taçeviku Ramadani, Abdullah Ahmedi, Ahmet Selimi, Shpresa Asani, Recep Ibishi, Valbona Xhelili, Faton Saliu, Emro Dalipi, Gentiana Veliu, Ilir Mehmedi, Senat Ibrahimovski, Jeta Emini dhe Jetmire Veseli. Siç mund ta shihni, koalicioni Vlen vjen me njerëz të urtë, me profesionistë, me të rinj e të reja, që besojnë se politika mund të ketë shpirt, kulturë e përgjegjësi. Ne do e sjellim epokën e ndryshimit në nivel republikan dhe nivel kërçove. Sepse kemi një lider që i ka të gjitha çfarë kanë pasur të tjerit. E theksoj çfarë kanë pasur liderët e tjerë, por ka më shumë se sa ata. Në shenjë respekti, do presim të mbaroj ezanin dhe do vazhdojmë. Siç thash, jemi këtu për të treguar për krahjen e njeriut i cili është me histori të lavdishme personale të luftës, rrugtim të mbushur me guxim dhe vendosshmëri. Ai mban mbi supe dhimbjet dhe sakrificat e familjes së tij, gjakun e derdhur për këtë tokë, për këtë qytet që e ka në zemër. Dhe mbi të gjitha, ai ka vizionin, mençurinë dhe guximin për ta çuar Kërçovën përpara, për ta ringjallur shpresën dhe për të ndërtuar një të ardhme ku fëmijët tanë do të rriten me mundësi, dinjitet dhe grenari për vendlindjen e tyre. Ftojmë në skenë
kandidatin për kryetar të komunës së Kërçovës dhe kryetarin e ardhshëm të Kërçovës, zotri Fatmir Limani. Të dashura nëna, të nderuara motra, të respektuar vëllezër, shumë të nderuar bashkëvendas dhe përkrahas të programit dhe politikave me koncept qytetar. Shumë kush do të dojtë ndëgjoj sonte se nga kjo foltore Limani do të thot, Kërçova është e shqiptarëve. Do të them tjetrën. Kërçova me Fatmir Limanin do të jetë e të gjithë kërçovarëve pa përjashtim. Përfaqësues të etnitetit Maqedon, Turq, Rom, Vleh dhe të tjerë që jetoni dhe veproni në vendin ton, të cilët jeni të pandikuar nga politika ditore e që në bazë kanë mbjelljen e urrëties ndërnacionale. E pa krahasuar mërgat, që ndërshekuj e të gata kontribuon për të kultivuar dhe për të ruajtur vlerat kulturore, historike dhe kombëtare të popullit ton. E dashura rini që zhvillon betejë titanike për të mposhtur politika degeneruese që rrezikojnë qenësinë e kombit, traditat më të lashta të kombit ton. U ktheva në këtë shesh, pasi dëgjova kërçovarët që jetojnë në banë Europës, porositë të cilëve i bartim të kdhendura në zemër, dhe që janë amaneti shëndrimit vendlindjes si pas modelit të ëndrës së përbashkët që e gatuim të gjithë ne. Jemi kombi vetëm në glob që përdorim dy format. Pra, e lidhim vendlindjen ton me mëmën nënën dhe atin babajn. Pra, e kimi mëmëdhe dhe athe. Pikrisht për këtë arsye, prej lindës kërthizore me nënën dhe babën, më pëlqen të jem shqiptar nga etnia dhe gjaku, të jem kërçovar, të jem banor i këtij vendi me vlera bazuar në themeret e antikitetit. Bashkë me brezin pasues të mërgatës dhe ata të rinj që kam betur këtu, do të luftoj me vizion dhe me forcën e mendjeve të ndritura që më kanë armatosur me programin më të mirë të mundshëm të gjitha kohrave dhe periudhave zgjedhore. Ashtu si jam zotuar, ashtu si jam zotuar edhe solemnisht, kërkoj një mandat që të shëndrojmë bashkë Kërçovën në kryeqendër të rajonit. Një, sepse mandatet pasardhëse do u lënë të rinjve, mundësisht të rinjve të mërgatës, të cilët më pastaj do të binden se këtu kanë vendin e tyre, se tjetër athe s'kanë asnjë dhe. Të gjitha betejat në rafshin politik i kam zhvilluar sepse nuk u hapi rruga të rinjve, të aftëve
që u detyruan të mërgojnë, duke ndarë familjet, duke lanë prindrit pa kujdesi, e vendbanive tona pa gjallëri. Projektet e filluara sot e 40 vite më parë, do të bëhen realitet sepse mjetet buxhetore nuk do të keq përdoren dhe të përfunden në gjepat e politikanëve të pamoralshëm. Plan para së gjithash dhe mbi gjithash, me plan general urbanistik I cili do të garantoj zhvillimin e qytetit në kahjen e dur dhe më të mirë të mundshme. Kërçova do të jetë me spital bashkëkohor në një pozitë të përshtatshme dhe funksionale për gjithë. Ndërtim I kanalizimit të sjellësit dhe rrugëve në gjitha vendbanimet e territorit Kërçovës pa dallim lagje. Jo asfalt elektoral një javë përpara ditës zgjedhjeve për të shkatëruar në pranverën e ardhshme, por asfalt me standarde bashkëkohore I cili do t'i mbijetojë 10 vjeçarit. Rregullimi I tereneve sportive dhe tribunës tek stadiumi I vllazërimit dhe Napredokut. Segmentit të korridorit 8 nga Bukoviku e deri në Reshtan, projekt të cilin do të angazhohen të gjitha kompanitë e këtueshme dhe të hapet punë për mbi 2000 krah pune dhe të rinj që jetojnë këtu. Program të veçantë për të rinj me grante dhe projektet e tyre, lehtësira fiskale për bizneset e mërgatës për 5 vjetët e para dhe ndihmë për të siguruar krahun e punës. Kemi hartuar projekt që përshtatet dhe parasheh ndërtimin e pazarit përmes investimit publiko-privat. Me këtë, nuk do të lejojmë që pazari të përdoret si vend takimi ku do të bëhen pazare apo shitblerje politike dhe pastaj të harrojmë se ekziston. Vendi I duhet paqe dhe mirë kuptim drejtnik gjithmonë dhe në tërë Maqedoninë, jo vetëm në ditë pazari dhe në Kërçov. Jam I betuar që të luftën të zhvilloj në drejtim të garantimit të paqes dhe harmonisë drejtnike për gjithë banorët e kësaj toke të lashtë pavarësisht etnisë. Ashtu si thoshte Çajupi, më dhe quhet toka, ku ka rënë koka, ku kam dashur më me atë, ku më njeh dhe guri that. Ku kam fise, ku kam far, ku kam qeshur e ku kam qar, ku roj me gas e me shpres, ku kam dëshirë të vdes. Të dashur bashkëvendas, nga këtu premtoj që në zgjedhjet e ardhshme do shlirojmë nga detyrimi mërgatën e lavdishme. Do ta bëjmë të pamundërën që mërgatat votoj në mënyrë elektronike nga vendi ku punon, vepron e jeton. Pas fitores, do të shihemi në seancën e parë të Këshillit Komunal, në të cilën do të vendosim mbi përcaktimin e lokacionit të objektit spitalor, rregullimin e kanalizimit dhe lidhjes me stacionin filtrues, zgjidhjen e çështjes së deponisë dhe qenëve ndacak, punësimin e rinisë dhe rikthimin e mërgatës në vatrat sërgjyshore. Na besoni që të shpëtojmë shoqërinë nga zhvatja, presionet, kushtimet, shantazhet, blerja e shitja për interesa politike dhe ditore. Zoti na ndihmoft dhe pas fitores bashkërisht të ndërtojmë Kërçovën që gjyshit dhe gjyshet të përkundin djepat me një pambesat në vendlindjet e tyre. Gjaku I derdhur është vula dhe besa
edhe njëherë, për ato që janë mësuar të shqitblejnë interesat e shqiptarve dhe gjithë qytetarve. Gjaku i derdhur është vula dhe besa e realizimit të premtimeve programore që i bëjmë ne. Zoti i bekoft të gjithë, të bashkuar drejt fitores. Falënderime deri në përrullësi. Unë mund të them se prej këtij sheshi është dhënë një porosi shumë e madhe për të gjithë, për mërgjimtarët, por edhe për 2 kandidatët tjerë. Është Fatmir Limani ai që duhet dhe do ta fitojë Kërçovën, dhe ajo që më së paku mund të bëjnë ato, atë që është kërkesë e Mërgatës edhe gjithë shqiptarëve, le ta bëjnë që Kërçovën ta fitojmë që në raund të parë duke votuar Fatmir Limanin. Sot nuk ka vend për urrëqe, për ndasi, ju falenderit. Sot nuk ka vende për urrëqe, për ndasi apo për fyerje. Kjo është koha e dijes, e mendimit të thjellët, e garës me inteligjencën artificiale e mbi të gjitha. Është koha kur duhet të ruajmë shpirtin njerëzor në çdo punë që bëjmë. Prandaj sonte nga ky shesh, në frymën e bashkëjetesës dhe ardhmërisë, ju ftojmë që më 19 tetor të votojmë për Kërçovën që vlen, për një të ardhme që na bashkon, për një udhë të re që fillon me njerëz të mirë, të urtë, të ndershëm të kësaj toke. Tani ftojmë, dhe këtu e përmbyllim, por ftojmë, përpara se ta përmbyllim, ftojmë 6 të rinj, të cilët votojnë për herë të parë, dhe bashkë me ministrin bëhen 7, është numri 7 që ju dhe të gjithë kërçovarët më 19 tetor do duhet ta rrethojnë dhe ta sjellim fitoren dhe ndryshimin duke votuar Fatmir Limanin dhe Tehuta Ahmedi Purellkun si bartës e listës. Dëgjoj një zë që po je ho, zë i ëmbëlash për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithëndej, një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë, ky zë na afron. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. është një ftesë që na jep shumë shpresë. Rrugët plot e zemrat janë bashku, se ky zë çdo gjë ka me ndryshu, i ja vlen këtë zë me dëgju. Kush beson dhe
për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen. Dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Dëgjoj një zë që po jeho, zë I ëmbëlash për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithëndej një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë ky zë na afron. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen. Dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Rrugët plot e zemrat janë bashku, se ky zë çdo gjë ka me ndryshu. Ja vlen këtë zë me dëgju. Kush beson vendin lek do t'a gjen, ora e ndryshimit po vjen. Ky zë e ka emrin vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen. Dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen. Dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Dëgjoj një zë që po jeho, zë I ëmbëlash për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithëndej një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë ky zë na afron. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen. Dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë.
këtë së me dëgju. Kush beson vendin lek do t'a gjen, ora e ndryshimit po vjen, ky zë e ka emrin vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Dëgjoj një zë që po je ho, zë i ëmbëlash për vendin ton, një zë që ndryshim kërkon. Gjithëndej një zë po na rrethon, është një zë që sot na bashkon, plot shpresë ky zë na afron. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë. Rrugët plot e zemrat janë bashku, se ky zë çdo gjë ka me ndryshu, i ja vlen këtë zë me dëgju. Kush beson vendin lek do t'a gjen, ora e ndryshimit po vjen, ky zë e ka emrin vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim, një zë që me fitore vjen, dëgjo këtë zë për të gjithë vlen. Është një ftesë që na jep shumë shpresë.